E rënd në Itali, paratisej nga policia shqiptari përplaset me makinë për vdekje. Një 38 vjeçar shqiptar ka humbur jetën teksa ishte duke u aratisur nga policia dhe u përplas në një shtyllë. Ngjarja e rënd ndodhi mbrëmjen e dieshme në Nettuno afër Romës. Sipas hetimeve të para rreth orës 20:30, dy makina kaluan me shpejtësi të madhe para dy patrullave të policisë. Agjentët nisën me një ndjekje në automjetit të parë, i cili u ndalua pak pas kësaj dhe kishte brenda një 26 vjeçar italian. Patrulla tjetër ndoqi makinën e dytë, një Fiat 500, e cila vazhdoi të ikte derisa hyri në një rrugë të dëmtuar dhe pa asfalt. Në këtë moment një pluhur i madh u ngrit dhe patrulla ngadalsoi për shkak të dukshmërisë së dobët. Makina vazhdoi udhëtimin dhe përfundoi duke u përplasur me një shtyllë telefoni dhe u rrotullua nga automjeti. Sipas hetimeve të autoriteteve doli një çantë e madhe në të cilën u gjetën 23 paketa me gjithsej 25 kg kokainë. Policia u afrua më shumë për të ofruar ndihmë, por për burrin nuk pati asnjë mundësi shpëtimi. Ai kishte vdekur. Trupi i tij u dërgua në morg. 26 vjeçari u arrestua për mbajtje me qëllim shpërndarje të substancave narkotike dhe masa e arrestimit është në pritje të konfirmimit.